Nëse refuzohesh për banesë vetëm për shkak të ardhurave, mos u dorëzo. Shumë njerëz mendojnë se rroga është gjëja e vetme që ka rëndësi, por nuk është e vërtetë. Pronarët shikojnë më shumë besueshmërinë se sa shumën e rrogës. Dorëzo gjithmonë shufa të përditësuar dhe mjeca lungës beshtetigung, sepse historia e pagesave ka shumë peshë. Shto një byrg shaft nga familjar ose mik, sepse kjo rrit ndjeshëm besimin e pronarit. Nëse je i regjistruar në Job Center, merr kosten ybernahme me shkrim para aplikimit. Kjo i tregon pronarit që qiraja është e sigurt dhe pa risk. Edhe nëse qiraja është 800 euro, Job Center mund të ambuloj shumën ose pjesën më të madhe. Një detaj i vogël që bën diferencën. Dërgo dokumente të plota dhe kërko konfirmim të pranimit. Kjo të veçon nga shumica e aplikantëve. Nëse dëshiron listën e plot të dokumenteve dhe formulimet që funksionojnë me njëherë, komento poshtë dhe do mundohem t'ju ndihmoj sa më shumë për juve që mundem.